Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Në emisionin e parë këtë javë do të flasim për atë që sot u shënua si dita e demokracisë, në fakt është dita ndërkombëtare e demokracisë, dhe në Kosovë u shënua me disa manifestime simbolike dhe dëgjuam liderët duke e uruar Kosovën, shoqërinë kosovare, për ditën e demokracisë dhe për nivelin e demokracisë që është arrit. Në fakt do të flasim rreth asaj se sa jemi demokrat kosovarët, çfarë tradite demokratike kemi, a mund të flasim se ekziston diçka e tillë dhe si mund të zhvillohet edhe më tej demokracia nëse parimisht ka konsenzus të gjithëve se është demokraci në zhvillim e sipër. Ky është një prej termeve që preferohet nga elitat politike dhe jo vetëm në Kosovë. Këtë temë do ta diskutojmë me tre të përhershmit dhe një mysafir kemi sonte. Fillimisht në anën time të majt do të prezantoj Halil Matoshin dhe Driton Silmanajn. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Në djatën time është dhe Dugi Gorani. Dugi, mirë se erdhët. Mirama. Sonte të përfshirë në emision jashtë tre të përhershmive e kemi dhe Dardan Veliaj në cilësinë e analistit. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Një përshkrim ose definicion të demokracisë dhe një historik të shkurtër të demokracisë në Kosovë do ta ndjekim në storyn hyrëse që paralajmëron edhe disa prej temave që do të diskutohen më pas në debat. Demokracia ose qeverisja demokratike sipas fjalorit të Oxfordit është një sistem i qeverisjes në të cilin të gjithë njerëzit e një shteti janë të përfshirë në vendimarrje për çështje të ndryshme, zakonisht duke votuar për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament ose ndonjë institucion të ngjashëm. Deri këtu jemi dakord të gjithë. Për origjinën e demokracisë ngjashëm si për etimologjinë e fjalës dhe ndërlidhjen me Greqinë antike, po ashtu të gjithë jemi dakord. Aty ku fillojnë dallimet ndërmjet njerëzve janë interpretimet e demokracisë, domethëniet e termeve shoqëri demokratike, shtet demokratik dhe gjëra të ngjashme. Si sistem në Kosovë demokracia është krejtësisht i ri. Nëse e marrim themelimin e LDK-s si zanafillën e themelimit të një shoqërie demokratike, do të thotë se ka rreth 25 vjet traditë. E njëjta kuptohet mund të thuhet edhe për shtetet tjera të Ballkanit. Madje nëse shërbehemi me ato si model, përjashtosh Shqipërinë, shtetet tjera të përbashkët e kanë së paku një luftë, më pas vendosjen e një sistemi nominalisht demokratik, kurse të gjitha shtetet pa përjashtim të përbashkët e kanë një tranzicion nga komunizmi në demokraci të përcjell me krizë ekonomike, trazira deri në prag të luftës civile, kurse situatën aktuale në Ballkan, nëse do ta përshkruaj me një fjalë të vetme, do të ishte krizë. Sistemi demokratik në Kosovë është sprovuar dhe sfiduar shumë herë me ngjarje që varierojnë që nga pranimi haptas për vjedhje në zgjedhje e deri tek procedurat e zgjedhjes së presidentit të shtetit. Sonte në emision do të flasim rreth asaj se sa demokrat jemi kosovarët, ashtu siç shteti është i projektuar në kushtetutë dhe në letër. Para se të flasim rreth asaj se sa demokrat jemi, do filloj nga një aspekt krejtësisht teknik dhe ajo që ka qenë ngjarje sot nuk ka qenë pushim për dallim prej disa festave që s'kan fort lidhje me ndukje, me ne dhe ky shtet jep pushim, mirë po ka pas aktivitet në kuvend dhe në institucione edhe është shënu kjo ditë. Si të duk krejt ajo? Në fakt sot pat them një farloj ceremonie vetëm kuvendin e Kosovës, dhe duke sigur demokracia u kufizua ose reduktua vetëm kuvend Kosovës. E jo edhe në institucione tjera, pa çka që unë nuk jam i mendimit që kjo ditë të ketë aktivitetet që nohet, sepse sikur tregon që ne vërtet jemi larg demokracisë, vërtet jemi larg atyre parimeve të cilat kombët tjera dhe shtetet tjera tani më vetë kanë etabluar në vendet e tyre, dhe sikur kjo tregon që po provojmë me festu diçka të cilën as që nuk e kemi. Domethënë jemi në fazën embrionale në ashtu zhvillimit të saj dhe ne çka po tregojmë se sa shumë kemi mërrit, dikush me aktivitete me fëmijë brenda kuvendit, dikush me postime në Facebook e kështu me radhë. Domethënë dita ndërkombëtare e demokracisë është në vitin 2007, dikun ka marrë them atë vijen legale, them kështu nga ana e OKB-s, për tentuar që të promovohen disa vlera të përgjithshme të qeverisjes edhe disa vlera të përgjithshme se si mund konsiderohet një shoqëni e hapur brenda një vendi të caktuar. Dhe ne nuk është hera parë, është viti 5 apo i 6 që në Kosovë provojmë me shënu dhe sidomos kuvendin e Kosovës, por si shumë dukuri tjera, duket që edhe këtu kemi një moskuptim, kemi një moskuptim në përkufizim, kemi një moskuptim në përmbajtje, dhe më pas normalisht ne shpesh herë
tani provojmë t'i përdorim si shprehje të përditshme, të shpeshta, deri madje në klishe, pa ditë realisht çfarë po themi. Kosova vërtet është shteti i ri, Kosova vërtet është demokraci e re, por unë kam menduar që s'paku ne do të ecim shumë më përpara për një arsye. Kemi pas referencë vende tjera. Kemi pas referencë shumë shtetit të cilat kanë kalu sfidat të ngjashme që ne kemi pas, dhe kam menuar që ne do të marrim shembujt e tyre dhe nuk do t'i përsërisim ato. Për fatin e keq, jo që po i marrim ato, po madje po i marrim disa shembull edhe më të këqija, të cilat ata i kanë pas, dhe sot ne mund të themi që përkundër që kanë kalu 7 vitin nga pavarësia, përkundër që kanë kalu 15 vitin nga çlirimi, them kështu në aspektin figurativ, demokracia në Kosovë akoma është në fazën embrionale zhvillimit vet. U tha provojmë ta shënojmë edhe u tha e festojmë se në fakt nuk e kemi, nuk e ndjejmë. Duhet institucionet na e instalojnë këtë ndjenjën e demokracisë. Është kjo përshtypja edhe jotja? Po, na jemi vend i cili me demokraci e ka nënkuptu lirin. Edhe në një mënyrë lirin e ka fitu. Mirë po, ajo çmimi që ja kemi pagu vendit lirë dhe shoqënisë lirë është humbja e sigurisë. Edhe rendet demokratike edhe shoqënitë demokratike janë shoqëni shumë pasigurta. Me qenë se aty çdo ditë gjërat ndryshojnë për faktin që ekzistojnë liritë e veprimit edhe ekziston do të dallimi i madh në shoqëni dhe dallimet në rende demokratike janë të ngjashme me berz. Pra për çdo ditë gjithë shkafi është e pasigurt, dhe qeveritë janë pasigurta, ekonomitë janë pasigurta, edhe pasiguria e vendeve demokratike neve na ka befasu shumë dhe na ka befasu për të keq. Kështu që gjatë viteve që kemi fillu të jetojmë në rende demokratike, na pashtu e kemi zhvillu edhe një paranoj, do të thotë një frikë prej një pasigurie të vazhdueshme, edhe gjatë kohës është kriju bindja që njerëzit ose shoqënia janë vazhdimisht pret mu kthy në një lloj të sigurisë, mu kthy në një lloj të stabilitetit. Dhe prej se ka fillu te na rendi demokratik, ka fillu po ashtu edhe ndjenja e një farë përkohshmënie. Pra njerëzit vazhdimisht mendojnë që kjo dikur do të kryhet, edhe na do të kthehem diku në ndonjë rend shoqënor të sigurt. Fatkeqësia e rendeve dhe sistemeve demokratike është që siguria gjendet brenda një përplasje edhe një lufte të vazhdueshme të opinioneve. Është lufta e vazhdueshme e opinioneve, lufta e debateve, është gjendje e natyrshme e rendeve demokratike dhe njerëzit duhet më mësu me gjetë sigurinë në atë ambient. E jo me prit që në një mënyrë demokracia të merë fund, ashtu që siguria edhe vendit të stabilizohet, me qenë se demokracitë stabile, të pa lëvizshme, shpeshherë i quajnë demokratura ose diktatura demokratike. Vendet e për shembull Azisë Qendrore, vendet e lindjes kanë demokraci formale, mirë po stabiliteti shoqënor përbëhet prej një regjimi shumë diktatorial. Te na gjithmonë kom frikë që për shkak të pasigurisë shoqënore, shoqënia gjithmonë lyp një lloj të despotizmit, një lloj të një rendi diktatorial, ose s'paku shpreson që rendi mund të krijohet vetëm me dorë të fortë, vetëm me regjim. E ajo është e frikshme, me qenë se nëse heqim dorë prej rendi demokratik, në një mënyrë apo tjetrën do të heqim dorë edhe prej lirisë. Kështu që më mirë është me e mirëmbajt lirinë edhe me gjetë rendin shoqënor, me e kriju brenda konceptit lirisë, se sa me heq dorë prej saj në emën të ndonjë sigurie, në emën të ndonjë stabiliteti. Se kësaj, që po e shoh unë, na e kemi kriju një shoqëni klienteliste, ku njerëzit për çështje të sigurisë personale, ekonomike, familjare, grupore, shumë lehtë heqin dorë edhe prej lirisë së shprehjes, edhe prej lirive politike. E ajo vetvetiu e shkatron edhe e degeneron definicionin e demokracisë
bashkohore. Demokraci bashkohore, mirë po nëse flasim për Kosovën, në kontekst historik është demokraci zanafil, ose në drejtoni e përdorit termin demokraci në fazën embrionale. Vërtet, a mund të krahasohemi me ndonjë demokraci bashkohore, ose a ka ndonjë primes që demokracia po instalohet, le themi po lëshon rrënjë në shoqërinë kosovare? Tash, varet me në çfarë konteksti hymë me krahasu Kosovën me vende tjera, po ne mund të flasim që në këto vitet e fundit ne kemi pas disa procese në për cilat si shoqëri kemi kalu, edhe nuk mund të flasim për demokracinë si proces, po demokratizimin, sepse demokracia është një term pak utopik, po demokratizimi është një proces kur ne në vazhdimsi e krijojmë një shoqëri gjithnjëma demokratike. Ne e kemi pas raportin e Freedom House kohëve të fundit që neve na nxjerr si një shoqëri gjysmë të lirë. Edhe atë mund ta përdorim ne si një pikë reference për të krahasuar me shtete tjera. Po ne i kemi disa procese në cilat ne mund të matemi me shoqëritë e tjera, dhe mund të flasim këtu për shoqëritë e rajonit kryesisht. E kemi procesin e konsolidimit shtetëror, cilin e kemi fillu ndoshta në 99-ën, 2000-ën, po de jure e kemi fillu në vitin 2008, e këtu kemi konsolidimin e brendshëm të shtetit ton, po e kemi edhe konsolidimin ton në aspektin ndërkombëtar. Në konsolidimin ton të brendshëm, ne në këto 15 vitet e fundit kemi arrit që të krijojmë përvojë të cilën nuk e kemi pas. Qytetarët tanë kanë kriju përvojë menaxheriale në qeverisje prej perspektivës të shtetërore, kanë arrit të krijojnë sot kemi 10 mira menaxher, cilët kanë menaxhuar njerëz, cilët janë të rëndësishëm për shtetin. E këtu mund të krahasohemi me shtete tjera ku jemi ku jemi. Zhvillimi ekonomik është një proces tjetër për cilin ne kemi kalu, edhe ku mund të matemi, sepse këtu është pak më e lehtë, sepse na ndihmojnë statistikat matemi. GDP-ja është një masë matëse, edhe ne mund të matemi me shtete tjera. GDP-ja e Kosovës është ndër më të ultat në Evropë, edhe kemi shumë lehtë të matemi me tjerë, jemi dukshëm mbrapa. Një proces tjetër në për cilin kemi qenë duke kalu në këto vitet e fundit, edhe de jure prej vitit 2003 është integrimi evropian, prej vitit 2003 kur Bashkimi Evropian deklarativisht ja hap Kosovës perspektive në integrimit evropian, edhe ky proces është i matshëm, sepse ka hapa në cilët ne mund të shohim. Ka shtete cilat janë para antarësimit, edhe ka shtetet cilat nuk e kanë nënshkruar asnjë kontratë me Bashkimin Evropian. Edhe kjo e fundit, tash flasim për demokratizimin, po gjitha këto janë ndërlidhura me zvete. Tash në demokratizim mund ta shikojmë se çfarë ka ndodhur me procesin zgjedhor. Ne me siguri do ta diskutojmë më vonë sistemin zgjedhor, po e lë për më vonë për me u kyçin këto. Nivelin e përfaqësimit, se sa janë qytetarë të përfaqësuar në Kosovë, edhe kjo është diçka ku ne mund të matemi me shtete tjera. Para se të hymë në detaja, Alile, poshtë që u pajtove me Dugin, por në argumentin tënd hyrs, po më intereson nëse e marrim këto 25 vjetë, si tentime për shoqëri, ose për instalimin, ose krijimin e një shoqërie demokratike, e konsideron sukses nëse shikohet në një kontekst historik, po flas. 25 vjetë janë shumë, janë pak, është mri diçka? 25 vjetë muj me thonë që janë iniciale, ose demokracinë inicial, po demokracitë vërtet praktikisht s'kemi sot e kësaj dite, sepse demokracia është termi ma i eksploatuar, ma i përbuzu një kosisht, me cilin term abuzohet, sepse na mund një demokracia në Kosovë dhe më honjën në bon, edhe vazhdojnë bon edhe krime ndryshme, edhe krime mbi gjitha hajni, kosës shtetit, ose
toksave të qytetarëve të Kosovës e tjera. Po, deshta me thonë me ato që u pajtova me zotin Goronin, fillimisht që kur e tha se për hir të sigurisë qoftë ekonomike, sociale, personale, familjare e tjera, njeriu në shoqërinë tonë, jo politike, sepse ne merremi shumë me politikën, ose politika me ne, po ande nuk jemi një shoqëri vërtet politike. Ai njeri, domethënë, ai qytetar heq shumë lehtë dorë nga liria civile, sidomos nga liria e shprehjes. Dhe në këtë kontekst, kisha parasysh Giovanni Sartorin që thotë se njeriu i cili friksohet ose ka frikë me thonë ato që mendon dikur heq dorë dhe nga vetë mendimi asoj që s'mundet me thonë. Dhe nuk e mendon fare ato që s'mundet me thonë. Dhe prandaj demokracia nuk mundet me ekzistu pa thjesht pa debat publik, domethënë pa opinionin publik, i cili krijohet, do të thotë, ndërkohë në gjatë jetës, gjatë demokratizimit që zoti Velia e tha. Pastaj nuk mundet të ekzistojë pa një ndërmjetës që është shoqënia civile dhe media, shtypi i lirë sidomos, i cili praktikisht i rregullon, është një farë ndërmjetësi midis pushtetit dhe qytetarit, i cili e zgjedh e derivon një pushtet, hajde po e quajmë demokratik, që është një pushtet i popullit dhe për popullin, mirë po zakonisht demokracitë në rajonin tonë, në Evropë, në vërtet, janë demokraci përfaqësuese, me të cilat sidomos në Ballkanin Perëndimor, sidomos në Kosovë dhe te hapësinat shqiptare abuzohet shumë, sepse pushteti zakonisht kthehet ose shndrohet gjatë ecjes në emër të popullit, kthehet në pushtet personal, që del tjetë kundër popullit, ose pushtet kundër popullor, edhe pse liderët ballkanik posaçërisht ato e kanë plot gojën, do thotë liberalizëm, demokraci, ata në realitet janë armisht më të mëdhenj të vetë demokracisë, sepse derisa në perëndim praktikisht mund të ketë turbulenca shoqërore, kriza ndryshme, qoftë edhe financiare, demokracia nuk ka armiq. Nuk ka armiq në brendshëm, sepse ajo vetvetiu do të thotë dihet se si funksionon, zgjedhjet e lira nuk i konteston kur askush, nuk i abuzon kur askush, kurse në Kosovë praktikisht problemi më i madh është abuzimi me kutinë e votimit, që është domethënë sulmi direkt mbi demokracinë, është shkelje me të dy këmbë mbi vetë idenë e njerëzve të mëshëm që nga antika e kënej që e kanë shpik, e kanë menu demokracinë që nga grekët e lashtë deri në ditët që na sot i jetojmë. Kurse sa i përket shoqënisë tonë, që unë po mendoj që ende nuk ka një shoqëni vërtet politike, sepse nuk i dhem politika në atë kuptimin që të reagoj si qytetari, të reagoj si kolektivitet për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur diritë e njeriu dhe drejtat civile, por reagon vetëm si klientel, ku i cenohet interesi për çka foli zoti Goroni Maja, interesi shumë i ngushtë, ose edhe ky leadership, edhe leadershipet e partive politike dhe vetë organizatat politike reagojnë vetëm atëherë kur ju cenohet thjesht. Jo që është u bonohemi u cenu demokracia në anë, por reagojnë kur interesat partikulare tyne cenohen. Pro na, si shoqëni, kemi traditat çuditshme edhe të mangëta në demokraci, duhet ta themi hapun, na kemi, do të thotë, shpesh edhe sot e kësaj dite i referohemi kanunit, na i referohemi shpesh edhe kufizimeve fetare, po edhe traditave praktikisht patriarkale, ku baba, shefi i partisë, ajatullai, hoxha, imami, mësuesi janë mbi shoqëninë, mbi shtërisat e tjera të shoqënisë, po mbi gjitha na kemi vujt edhe pasojat e komunizmit në dy krahët, edhe komunizmit jugosllav dhe komunizmit shqiptar, që ende për shembull njerëzit domethënë aq ndihen si besëm në këtë rafshin për cilin diskutoj Dugagjini, ande ndihen aq të pasigur, sa që thonë ti shkonen ver hoxha mu kthy edhe në herë kish në rend këtë vend, sepse domthon ata e akceptojnë, qytetari zakonshëm akcepton rendin
edhe sigurin vetëm një režim dorësfor, diktatorial, i cili praktikisht kemi bisedu edhe në herë tjetër në këtë studio, që nuk të lenë me gabu. Kurse demokracia e lenë qytetarin të gaboj, nuk ka të vërteta përfundimtare, bile se dhja ka ndaj të vërtet heq, po mbi gjitha do më honë është një proces i cili mësohet për dit, i cili ushtrohet për dit. Dhe ne, si shoqëni politike, do dojë që demokracin ta mësojmë dhe ta ushtrojmë çdo ditë, e kjo bëhet qështu me debat të folë. Pa dashur që ta definojmë nëse është faj, ose rezultat, ose pasoj e mentalitetit patriarkal, ose historisë, ose komunizmit direkt. Apo pajtohemi që demokracinë e kemi import, edhe e kemi importu jo në mënyrën më të mirë të mundshme, apo po e rejtojmë si diçka të huaj, apo po e teproj pak? Jo, unë e pajtona. Sistemi demokratik që ne njohim është vlerë e importume. është pjesë e asaj që i thojnë hegemonia e madhe, vlerore edhe epistemologjike e perëndimit. Pra, ideja e demokracisë dhe ideja e vendeve shoqënive demokratike ka lind në hemisferën perëndimore, në kulturën perëndimore, edhe nuk është as befasi, as turp, as do të diçka shokante me thonë që na e kemi mësu demokracinë edhe e mësojmë përmes një procesit të imitimit. Edhe imitimi i demokracisë në përshoqënitë si na, pra Ballkan e tutje ka lindja, ka shkaktu edhe forma të themi të ndryshme në mos edhe të përçudnume të rendeve demokratike. Nëse i këshirën i krejt republikat ish sovjetike, ato janë krejt demokraci formale, prej Kazakstanit, Uzbekistanit, deri te Moldavia, Rumania. Mirë po edhe Estonia është. Mirë, tash, aty është pikrisht edhe telashja e madhe që hynë thellë në historinë edhe politike të shoqënive. Mirë po, tillë jemi çfarë jemi. Ekzistojnë rende demokratike të cilat nuk i përmbushin gjitha normat perëndimore të asaj çka quhet shoqëni demokratike, mirë po shoqënitë e tilla janë po ashtu fakt. Ekzistojnë shoqëni si Singapuri, të cilat objektivisht janë mbretëni. Ekziston një lloj rendi demokratik, mirë po dihet saktësisht ku o kufini edhe ndëshkime din me qenë të mëdha. Pra në anën tjetër, pjesa më e madhe e demokracive të avancume perëndimore janë fakt monarki. Ty a fillu pi Britanisë, Finlandese, Suedise, Danimarkese, Hollandës, krejtë janë monarki, kanë mretën e mretnesha kanë. Qa na flet kjo? Kjo flet që në një mënyrë disa shoqëni përpiqen me kriju një balans mes rendit, që e përmendi Halili, rendit vleror, rendit moral në shoqëni, edhe mes liris. Balansi mes rendit edhe liris, unë mendoj që e krijon një vetdije funksionale në shoqëni. Nëse mund të jemi të lirë, edhe nëse mund të kemi rend. Shoqënitë si na, që janë treja në këto punë, na e kemi damtu shumë rendin tonë shoqënor dhe moral në emën të lirive individuale dhe kolektive. Absolutisht duhet lirit individuale edhe lirit kolektive të ekzistojnë. Mirë po jo në dëm të rendit. Pyetja që po e shtron Halili, ajo është çkafi e krijon rendin. Rendin e krijon një marrëveshje. Cila është ajo marrëveshje? Ka shoqëni që atë marrëveshje e gjejnë në kulturën e tyne fetare, ose në kulturën e tyne monarkike. Ka vende që e gjejnë ato në kulturën e tyne kushtetuse. Mirë po një lloj i librit duhet të ekziston ku përmbledhen vlerat e një shoqënie. Një marrëveshje cilën për shembull Rousseau e qunë në një kontratë shoqënore. Kushtetutat janë kontrata shoqënore, pra cilat janë vlerat për cilat na jemi bashkë, cilat janë aspektet shoqënore në cilat na pajtohemi, edhe cilat janë
gjërat që na duhet i mbrojmë bashkarisht. Edhe ato përmbledhen në një, kushtimisht thonë, libër, përmbledhen në një kontratë shoqënore, edhe ajo e prodhon vendin, e prodhon shtetin, e mandej e prodhon edhe kombin. Ky model është model perëndimor, pra është model i revolucionit borzez francez, është modeli i zbatuar në Shtetet e Bashkuara, edhe historikisht na jemi përpjekt, jemi pjesë e atij modeli edhe vazhdojmë përpiqemi. Mirë, po në këtë rrugtimin tonë, unë besoj që ne jemi të evrejt, që liria pa rend, sidomos pa rend të një moraliteti publik, edhe pa rend shoqënor, liria degeneron shumë shpesh në një dhunë e cila është edhe individuale, edhe grupore, edhe mandej ajo dhunë e kanos aq shumë individi sa që ajo është i gatshëm që nemën sigurisë personale me heqë dorë prej lirisë. Nuk vinë diktaturat, shpeshherë nuk vinë diktaturat si imponimet zërshme, të dhunshme. Diktaturat shpeshherë vinë si kërkesë e popullit. Diktaturat shpeshherë kanë ndodhur historikisht me ardhur si kërkesë e një shoqënie e cila është zhgënjur shumë në liri, meqenëse se vetëm sen që e ka pa prej lirisë ka qenë pa siguria totale. Kështu që na duhet mirë më kujdes që mos të gërditemi prej lirisë, edhe mos të gërditemi prej të themi prej mungesës së kufive të sjelljes. Edhe mënyra që mos mu gërdit është me e rikthy edhe mu marrë vesh për një rend moral në shoqëni. Se përndryshe vim situatë kur njëri tjetrit kemi mja ngulfat lirin edhe mandej gjithë së bashku kemi lyp me hek dorë prej saj në emën të ndonjë stabiliteti edhe ndonjë siguri e cila në fund ka me na qumë burg. Nëse flasim për diktatura, nëse shikohet evolucioni i demokracisë prej Ballkanit të tutje në lindje, ka pasur edhe disa dështime spektakolare, jo vetëm në Republikat ish Sovjetike, po edhe në Republikat Arabe, edhe në vende tjera ku janë, ose në Amerikë të Jugut ku janë instalu. Disa sisteme të shoqëria s'ka qenë e gatshme edhe në një mënyrë ose tjetër ka reproduku diktator, qofshin ato figura ushtarake apo fetare, varësisht prej kontekstit shoqëror. Dukemi të rrezikuar nga një fenomen i ngjashëm? Për fatin e mirë, me qenë se vendosmi ne në hapësirën gjeografike të Evropës, këtu sikur nuk shtrohet ajo temë. Okay. Për ndryshe, po të kishmi qenë me një kontinent tjetër, Zoti e di çfarë kishmi prodhu ne. Ne kemi prodhuar duke qenë në Evropë, kemi prodhu diktatorë si Enver Hoxha, e lere me pas qenë dikun tjetër. Megjithatë unë u pajtova me duke në kontekstin e rëndësisë së lirisë. Më pëlqen një fjalë dikun ku thuhet që liria nuk është aspirata fundit e një populli, por pikërisht është hapi i parë i zhvillimit të asaj shoqënie. E për fatin e keq na duket sikur na lirinë e kemi pa aspiratën e fundit dhe s'kemi menu çka pas lirisë. Po çka kemi bë? Ata të cilët ditën me privatizuar çfarë përpjekje për liri, provumna me i fal ose me i panu çka do që na bëjnë ata, sepse kanë ndihmuar liri dhe tash nuk është më rëndësi çfarë ndodh. Dhe çfarë na sollën? Na sollën kleptokracinë. Dhe me thonë, sistem ku vidhët, ku hajnia është kod i sjelljes, ku keqpërdorimi është vlerë, dhe këtë na kanë sjell. Ata për të cilët ne konsideronim që na kanë sjell atë aspiratën e fundit lirinë e vendit. Unë kam thonë disa herë, një vend i cili e ka barkun bosh, është turbile me i folë për demokraci. Dhe më thonë, sepse ai ka problem me eksistencën e vetë, dhe më thonë me mirëqenien e vetë. Kosovë duke e di që kemi dikun 35 ose 40% pa punë, duke e di që kemi dikun 17% varfëri skajshme, duke e di nivelin se çfarë gjendje jemi zhvillimit ekonomik, beso ka po diskutojmë sot dhe ka festonin sot disa nga politikanët, më vjen të qeshja, do më thonë, ata të cilët janë në përshpijat veta dhe nuk e kanë 50 cent se si me e çuditën, ata kur ti flet për Kësisan e thotë më është për çka janë të folë, çka janë të folë për një planet tjetër apo për Kosovën. Ne jemi të folë për gjëra krejtësisht të rëndomta, domethënë gjëra të cilat si të zgjohet në mëngjes njëri Kosovës ballafaqohet, ne ndërkohë po flasim për parimet shumë interesante ose teoritë e rëndësishme. Në Kosovë kemi provuar me instalu spaku në aspektin teorik një farë demokracie përfaqësuese.
do me thonë ku popullin se pysëm fare, por provojnë përmes demokracisë përfaqësuese që ata të cilët ne kemi zgjedhur ata vendosin për fatin tonë. Po megjithatë në kushtetutë tonë është paraqo edhe një instrument, edhe referendumi. Po aty thot kështu, referendumi thot do të realizohet sipas formës parashikuar me ligj. Që i bën ne duhet kemi ligj për referendumin. 15 vite që nga çlirimi në kurs kemi nxjerr ligj për referendumin, dhe 7 vite pas pavarësisë në kurs kemi marrë më atë punë. Domethënë edhe pse, kemi vendosur të kemi demokracinë përfaqësuese, po s'paku ta kemi instrumentin e referendumit që bili për diçka ta pyesim këtë farë Po miletit. thu që i madh i vogël që krejt këto vjet kanë kërcënuar me referendum, s'kan pas bazë ligjore për këtë punë, ja kanë futur këtë krejt. Absolutisht jo, ne s'kemi asnjë Veç kisha nevojë ta sqaroj. Po asnjë bazë ligjore sot me organizuar referendum as për formën, sepse duhet përcaktohet sa është numri i nënshkrimeve që do të mlidhet, kush merr iniciativën për referendum, kush është pallë referendumin, kush i certifikon rezultatet e referendumit, na s'kemi asnjë dokumentum. A me kushtetutë kemi referendumin si instrument, po thot, sipas formës përcaktuar me ligj. Kemi pas provu vitin 2009 si iniciativë në organizatën ku unë punoj me provu me shty këtë ligj, po më një herë na ka dalë një 15-16 pengesa rrugës, do thonë kjo nuk është çështje shumë e rëndësishme për momentin, sepse frikoj dikush që mund eventualisht të ketë dikush pretendime për thirrje për referendum për bashkim ose për ndonjë çështje tjetër, edhe pse me kushtetutë kemi ndaluar që ne të bëhemi pjesë ose të bashkangjitemi në kombi ose në shteti tjetër. Do të them edhe këtë, në Kosovë çka është e rëndësishme. Në fakt duhet pa edhe kush janë ato personazhe ose ato personalitete që provojnë na sjell demokracinë në Kosovë. Cili është bagazhi i tyre intelektual, moral e krejtë. Dhe tash kur i shef shumicën e tyre, sidomos klasën tonë politike që janë mas pak mund të pret nga ata që ata mund ndërtojnë një sistem me vlera demokratike. Sepse për thonë demokracia si koncept, aty përfshin gjithçka. Ne kemi folur vazhdimisht edhe për gjyqësinë, edhe për barazinë, edhe për rendin dhe ligjin, edhe për zgjedhjet, edhe për tregun e hapur, konkurrencën. Krejt këto lidhen në fund me një kupoll, sa është një shtet demokratik, sa ka ligje demokratike. Dhe duke pa klasën tonë politike dhe nivelin e emancipimit tyre, besojmë që ky nivel që sot e kemi të demokracisë është gati kompatibil me nivelin që ata ofrojnë. Nuk mund të prit nga kjo klasë politike e sotshme, deri sot që kanë ofruar spaku këta, në nivel tjetër të zhvillimit të demokracisë. Në aspektin deklarativ ne mund të kemi, domosdoshmë sikur sot. Fjali glorifikuese, shoqënia civile e fuqishme, kështu me radhë, ndërkohë kur del në hapin tjetër të zbatimit tyre, thotë çeve se këto, apo tash apo don Suedi me bë Kosovën, apo don Zvicrën me bë Kosovën. Dhe kjo është shpreha më e shpeshme me politikanët. Dhe ti nëse eventualisht në sferën e teorisë thu që kjo është e mirë, po hajde të provojmë ta praktikojmë këto. Megjithatë s'kemi vendos asnjëherë. Në demokracitë bashkëkohore që Dugi tha, tash nihet edhe një element i ri i demokracisë, cilo është ajo? Është demokracia pjesëmarrëse. Që i bën përpos përfaqësimit që ti voton për dikën, ti duhesh me qenë aktiv ton kohën të jesh pjesëmarrës në vendimarrje publike dhe mos me qenë vetëm një herë në 4 vjet me kutinë e votimit. Çka i bën? Që ti duhet të jesh vazhdimisht i konsultuar, i përfshirë në procesin e draftimit politikave, draftimit ligjeve, një shoqëri e cila vazhdimisht kërkon llogaridhënie ndaj atyre që i ka zgjedhur. Dhe këtu jemi na. Domethënë gjitha këto fazat ku ne po provojmë me u ndërtu, kemi edhe këtë sfidë. Sa po arrijmë që ne këtë qytetari ta bëjmë aktive proceset politike, spaku ta marrin përgjegjësim këtë klasë politike, e cila duket që ka deficiencë demokratike brenda vetë tyne. E lera me mos flasim për popullin i cili po them, shpesh ka dhe mos kuptim të definicionit të konceptit të demokracisë. Zotri Velia, nëse flasim për këto dy gjëra që u thanë, kush e bën demokracinë në Kosovë, kush po tenton të instaloj rend demokratik edhe sa janë aktiv qytetarët, ajo që po më imponohet është kush e demokratizon shoqërinë, a ka një adresë prej cilës duhet kërku përgjegjësi primare. Shoqëria civile, mediat, institucionet demokratike, bashkësia ndërkombëtare të cilën na fajsojmë ose i japim merita për shumë gjëra, a ka një adresë prej cilës duhet fillonte krejt ky proces i demokratizimit për cilin folet? Thirrur për ta demokratizu vendin janë njerëzit e zgjedhur, edhe të cilët e kanë pushtetin, edhe të cilët me atë pushtet mund ta orientojnë shoqërinë edhe vendin në drejtimin për cilin ata janë zgjedhur. Mirë po, në një vend si Kosova, ku
grupi ndërkombëtar i krizave ka pas kvalifiku shoqërinë kosovare si shoqëri e dorëhequr. Shoqëri e cila ka hequr dorë prej të menaxhuarit vetvetes. Edhe i sheh politikanët si njerëz të skenës, si njerëz për cilë duhet diskutohet duke pi kafe, po jo si përfaqësues tyre. Në një shoqëri të tillë është e vështirë që të pritet që të ketë një angazhim shoqëror të paktën siç janë zhvilluar gjërat në këto 70 vitet e fundit. Pra ne po flasim për pjesëmarrjen, për rritjen e pjesëmarrjes, po kemi dy lloje të pjesëmarrjes. Kemi pjesëmarrjen, cilën ta mundson ty shteti. Domethënë ty shteti ta krijon një sistem nëpërmjet cilit ti si qytetar mund ta japësh opinionin tënd, mund të ndikosh në zhvillimin e politikave, po kemi pastaj pjesëmarrjen e cila buron prej qytetarëve. Nevojën që qytetarët e ndiejnë për të qenë pjesë e vendimarrjes. Një shtet i vogël si Kosova, që e ka shumë të mundur ta ketë një pjesëmarrje në proporcion shumë më të madh se sa një shtet si Amerika, për shembull, ose Gjermania ku ka 10 milion ose 100 miliona banor. Kosova, një shtet 1.8 milion banor, ka mundësi me rrit pjesëmarrjen në një nivel shumë më të madh se sa shtetet e mëdha. Qofse shohim, ne jemi mundu nëpërmjet sistemit elektoral, kemi një sistem elektoral proporcional. Dhe jemi mundu që t'ju japim qasje sa ma shumë qytetarëve në përfaqësim. Sistemi elektoral e jep këto. Për dallim prej sistemit magjoritar, i cili i favorizon të themi grupet e mëdha të interesit ose partitë e mëdha. Sistemi proporcional në parim ish dasht me u amundësu shumë ma shumë grupeve me u përfaqësu si grup. Ne në vitin 2007, që për mendimin tim ka qenë regres demokratik, e kemi vu një prag prej 5%. Ja kemi vu një pengesë sistemit proporcional. Se nëpërmjet sistemit proporcional, nëse një grup i banorëve arrin të mbledhin votat mjaftueshme për ta dërguar një deputet në parlament, atëherë e dërgojnë një deputet në parlament. Në sistemin magjoritar, kjo gjë është shumë më e vështirë. Me 5% që e kemi vendos, ne e kemi bën një regres të vogël demokratik, sepse u kemi heq mundësinë një grupit që është më i vogël se sa 5% e elektoratit të jetë i përfaqësuar. Po interpretimi kushtetues që është bë pas zgjedhjeve të fundit është një çudi unike. Ne kemi një sistem elektoral proporcional, kurse interpretimi që i është bë kushtetutës është në fakt magjoritar. Sepse në sistemin magjoritar ai që del i pari fiton. Në sistemin proporcional ky koncept nuk njihet. Në sistemin proporcional grupet e bojnë shumicën, merren vesh grupet edhe e bojnë shumicën, sepse në sistemin proporcional është e vështirë të ketë parti e cila fiton shumicën absolute. Shumica absolute është 50+1. Interpretimi kushtetues, interpretimi që është bërë kushtetues, që në fakt është amendimi kushtetues, është ndryshimi kushtetues, thotë që kushdo që del si parti e parë e ka drejtën ekskluzive ta udhëheq shtetin. Në një situatë ku ne i kemi, për shembull, 10 parti, cilat i kanë nga 6 deputet, e një parti që i ka 7, ajo parti që i ka 7 e pas ka drejtën ekskluzive të krijoj ta udhëheq shtetin. Tash në sistemin magjoritar kjo është logjika, në sistemin magjoritar kjo shkon, sepse në sistemin magjoritar ai që është i pari ai fiton, edhe një interpretim i tillë do të shkonte. Për mendimin tim, ky interpretim që është bërë kushtetues është një regres demokratik. Ne në demokratizim kemi shku mrapa. Edhe ne do të na duhet si shoqëri që ta ndryshojmë kushtetutën të ardhmen, që të vendosim, nëse duam të kalojmë sistemin magjoritar, atëherë na duhet ta ndryshojmë edhe kodin elektoral, ligjin për zgjedhjet, na duhet ta ndryshojmë edhe kushtetutën. Po nëse duam të rrim në sistemin proporcional në cilin jemi, atëherë na duhet të rrim sistemin proporcional, sepse nuk mund të jemi
as mesh as peshk. Qartë, në fakt, kushtetuta është një prej gjërave që mund të interpretohet ose është interpretuar në mënyra të ndryshme edhe pak sa të çuditshme. Në njëjtën kohë përmendet që nëse nuk ka normë fetare ose tradicionale, kushtetuta do duhet të ishte një farë përmbledhje e normave, kodeve rreth të cilat njerëzit merren vesh, ndërkohë nëse pajtohemi që edhe sistemi elektoral nuk po ndihmon që të përfaqësohet drejt populli, a situata pak e pashpresë. Qyre, shkurt, regjim më të zërshëm edhe më të lodhshëm edhe më të komplikuar se demokracia nuk ka. Nuk ka se janë më të lodhshëm, ku duhesh për çdo ditë më angazhu, edhe duhesh për çdo ditë më hap syt, edhe duhesh vazhdimisht me qenë i informuar, i interesuar, me marr pjesë. Mirë po, deri sot, shpakun këtë pjesë të botës nuk ka pas regjime më të suksesshme. Edhe na, kur e analizojmë shoqërinë tonë, çfarë regjimi realisht kishim pas qef me pas? A kishim pas qef me heq dorë prej sistemi demokratik? Me qenë se nëse mundemi me deklaru vendin monarki ose diktaturë. Pra në njërën anë është për një me një arritje e madhe, shoqënore. Një shoqëni ku gjithë mundën me qenë të lirë, gjithë mundën me qenë të ndryshëm, edhe gjithë mundën me kuptu. Është për një me një imperativ, një synim shumë i madh. Në anën tjetër është punë jashtëzakonisht e lodhshme, edhe ato që e tha Dritoni është absolutisht e vërtet. Pjesëmarrja është në fakt rregulla fundamentale e lojës në shoqëni demokratike, pjesëmarrja. Tash sa jemi na njerëz pjesëmarrës, edhe sa jemi na shoqëni pjesëmarrëse. Sa neve na intereson të marrim pjesë në çdo proces shoqënor. Pak. Natyrisht pak për faktin që hala nuk dimë se jemi mësu, mirë po ashtu pak për faktin që hala se kuptojmë që shoqënia jonë është përgjithësi e jona. S'është e kërkuj tjetër. As është e sultanit, as është e Jugosllavisë, as është e kërkuj, është e jona. Se na, duke qenë popull gjithmonë nën tutelat mëdhaja, na jemi mësu që na të jemi përgjithësi e dikuj tjetër. Edhe që jeta jonë është përgjithësi e sundimtarit. Në fakt, na jemi sot sundimtarët e vendit tonë, vendi janë është përgjithësi e jona, liria janë është përgjithësi e jona, po edhe liria tjetrit është po ashtu përgjithësi e jona. Edhe vendet demokratike sikur na, pra shoqënitë të cilat e kanë prodhu një surogat jo shumë të suksesshëm të një shoqënie demokratike, te na njeriu shpeshherë ndin që është i lirë, mirë po ashtu ndin që është i pafuqishëm. Edhe të jesh i pafuqishëm, edhe të jesh i shpronësum, të jesh i pamundësum që të ndikosh në shoqëni, është njëra ndër traumat e mëdha të shoqënive formale demokratike, pra të atyre që bithojnë demokraturave. E unë e kom frikë që na jemi të i jetu vitet e një shoqënie tillë, e një regjimi tillë. Kur ti je formalisht edhe politikisht je i lirë, mundesh me themelu parti politike, mu angazhu, me hap portale, media, me fol, mirë po në njëjtën kohë ti e din që je i pafuqishëm, me qenë se levat e udhëheqjes së shoqënisë, institucionet kryesore, shoqënore, janë realisht të zaptume. Edhe ti je i lirë, je plotësisht i lirë në pafuqinë tënde. Qysh me e rikthy fuqinë e qytetarit? Qysh me e rikthy fuqinë e individit që edhe ai të bëhet pjesë e ndryshimeve? Unë mendoj aty pajtona natyrisht me Alidin që mes tjerash është pikërisht debati i vazhdueshëm shoqënor, i cili duhet mos ndalet kur me qëllim të theksimit edhe me qëllim të insistimit të një kategorie fundamentale në shoqëni demokratike, e ajo është ekzistimin e individit. Demokracia të shumë të fillon me fjalin une, e jo me fjalin na. Ti shpeshherë sheh kur bisedohet për çështje politike në media dhe nga ana përfaqësuesve politik, ti shumë shpesh e vren atë sjelljen rutinore të fjalisë ne.
pra dëshira që të fshehesh prapa identitetit kolektiv. Ne. Jo, duhesh me zate më mësu me thonë une. Se individi edhe ideja e individit si një tërësi e pa cenushme është, unë mendoj, baza e një shoqënie të lirë dhe demokratike. Natyrisht, na jemi larg asaj, edhe ajo që i thojnë ideal demokratik është për një me shumë larg. Mirë po ashtu jemi edhe larg prej konave ku kemi qenë më herët. Kështu që jemi diku në gjysë të rrugës. Nëse jemi në gjysë të rrugës, do duhet të merrnim parametra krahasus. Vendet e ish Jugosllavisë dhe Shqipëria nuk mund të lavdërohen që kanë demokraci shumë më të mirë se na, ose shumë më të konsoliduar, ose shumë më funksionale. A ka, sipas teje, ndonjë, le të themi, vend ose model që mund të merret parasysh, apo bashkë siç lëvizit tërë Ballkani dhe Evropa lindore duhet jemi edhe ne pjesën e totali, pjesën e tërësie? Po ne në konsideracionet e sotshme nuk mujmë të veçohemi prej disa trendeve jo veç integruese evropiane që ju thojmë, apo dhe globale, gjithë botnore që janë siç është për shembull ekonomia tregu i lirë, ekonomia globale, domthonë lëvizja e lirë e njerëzve, kapitalit e tjera. Por natyrisht se ne e kryejmë më mirë, domethënë janë vendet e perëndimore, vendet evropiane, për nga na që tha duke më herët e kemi importu edhe konceptin demokraci, po edhe këtë ushtrimin kinse të saj. Prandaj, nuk është marrë me mësu prej atyne që tashmo e kanë etablu, që kanë një demokraci të avancume. Mirë po, në këtë shoqërinë tonë, po e rrisë të kësaj, jo politike, shpesh të thojnë, pa nuk jemi Zvicran, napso po e merë, do me thonë, Zvicrën shambull, ose ku ta djone. Ose të thojnë, me një qështje, kur merësh me një qështje ma të ndishme, ma të madhe, po le, kjo punë është e akademisë, se cilës akademi. Ose të thojnë, kur merësh me qështje të gjungës, që duhet marrëveshje, sepse gjunga o marrëveshje, thojnë, pa le, kjo punë e gjuhtarëve. Me qka mu marë une, mu marë, do më anë, me kallëzu pralla, apo mu marë me sport, ta zonë, edhe pse nuk më shkon shumë për ftyre. Mirë po, problemi jo që ku qysh një farë mënyre, kjo farë demokracia, kësaj shoqënie nuk i bjen tamam, sepse tamam ka do indicje që demokratizohet jo shoqëni, elitat politike janë ato që e bllokojnë. Zakonisht, blokada vjen në Kosovë ende prej elitave politike, nëse mund të marrë prej vetë popullit që u shpreh Dugalgjini më herët. Ne kemi një dokument përafërsisht mirë, si që është kushtetuta e Kosovës. Zyrtarisht është cilësuesi shumë e avancuar ajo. Mirë po, problemi është që interpretimi i saj sjell probleme për cilat zoti Velia folin në një segment saj. Mirë po, demokracia praktikisht nuk i zgjidh problemin e lirisë. Po mendoj kushtetuta. Kushtetuta e garanton lirinë. Kushtetuta duhet me na shërby vetëm si një marrëveshje e jona, që ajo kontrata shoqënore e jona, rreth cilës na duhet mu sjellën konditat e saj, sepse demokraci, domthonë pa barazi, pa të drejtën dhe drejtësinë, masanej pa shanset barabarta, pa diversitet, domthonë nuk mund me ekzistu demokracia veç për ne, demokracia ose për gjithë ose për askon. Prandaj, sidomos diversiteti është shumë çështje e ndihshme në Kosovë. Ju e shihni tash po përgatiten valë protestave sane, pse, domthonë, në suoza të sistemit kushtetues të Kosovës, serbëve po ju japen disa drejta shtesë, cilat praktikisht janë si këmbim me pavarësinë shtetërore, kombëtare të Kosovës. Dhe kjo është prej bisedimeve Vjenës 2005-2007, që është, domthonë, është ky mekanizëm domthonë që është atëherë edhe ka zonë vend është menduar edhe ka zonë vend pakonatisore, pakoja ka derivu kushtetutën e Kosovës, po është kategori kushtetuese e tjera, dhe ka kjo mësymje ndaj tjetrit, ndaj pakicave e cenon një parim demokratik, që diversiteti etnik, fetar, kulturor, masanej, diversitet domthonë me jetu me tjetrin, me punu me tjetrin, jo veç me toleru. Se me toleru fundi s'ki qare, se shkon burg, me ja fut një shpull.
tazon tjetër në këtë rast. Dhe në këtë situatë domethënë po shoqënia kosovare tu mos i respektu këto leva të cilët e mojnë demokracinë, po rrezikon mu shpërbon. Po përplosin grupacione ndryshme, ne kemi problem me kinse një armik që po quhet terrorizëm islamik, por ande nuk ka domethënë edhe pse na kemi përdorur policinë kundër tyne dhe atë dhunën legjitime të shtetit, pastaj jemi përplas ideologjikisht grupacione ndryshme politike, që është për shembull shteti ose shoqënia kushtimisht po e përdorë këtë term kundër vetëvendosjes sot, ose mi pjesën një shoqënisë kosovare domethënë nuk po i pëlqen diçka, nuk po i pëlqen randi simbolik i Kosovës, nuk po i pëlqen hymni flamuri, një pjesë tjetër po angazhohet për bashkim me Shqipërinë, një pjesë tjetër kutadione, dhe kjo përplosja e grupacioneve të shoqënisë pa debat, po vetëm me deklarime të forta politike, vetëm me patriotizma, si deklarate fortë, domthonë e rrezikon mu shpërmbon një shoqëni. Dhe kur shpërbohet na kur funksionon shoqënia, shteti o kot, shteti s'mundet me i burgos që të gjithë. Shteti s'mundet me i arrestu, me i denu që të gjithë pjesëtarët e një komuniteti. Po ne, si shoqëni, do të thotë, e mos tyne ujnave tjera si kombe, si kutadione, duhet që të merremi vesh. Domosdoshmërisht duhet merremi vesh, po duhet bashkëjetojmë edhe nëse nuk merremi vesh, që kjo është domosdoshmërisht edhe kjo vështirësia e demokracisë, po edhe jeshia ose mrekullia e saj. Për të qenë komod me diversitet, do është një parakush, nevojitet identitet e fuqishëm, individuale dhe shoqënor, nëse është ideja që t'jemi komod me gjitha dallimet që janë brenda njerëzve dhe brenda shoqërisë, gjë që e bën identitetin politik edhe nëse mund të them demokratik domosdoshmëri për secilin. Në fakt sot kur po i ndëgjoja shumë në për disa portale dhe media, kështu sikur thuaj që në Kosovë demokracia po dëmtohet, në Kosovë demokracia ka mjet në vend, s'po zhvillohet, unë them, ja, di çfarë është problemi. Problemi është që në ala jemi në bërthamën e saj. Nuk është punë zhvillimi, nuk është punë ngecje. Është problemi që në ala se kemi në temele kemi këtë farë pune. Edhe krejt çka kemi bërë deri sot, këto janë improvizime, beso. Domthonë kemi importu disa forma dhe disa instrumente ndërkombëtare të cilat po shtiremi kinse po i kuptojmë, po shtiremi kinse po i zbatojmë, po shtiremi kishe po e konsultojmë shoqërinë civile, të gjitha këto kanë vetëm një emër, improvizim. Dhe na sot, dhe çka lidhet kjo më shumë? Kjo lidhet me besimin e shoqënisë ndaj këtij projekti, ndaj shtetit Kosovës. Unë isha para disa viteve në një vizitë në një nga shtetet baltike, atje ku demokracia tani më ka lulzu, edhe pse vënë janë ndarë nga Bashkimi Sovjetik, në Letoni, dhe po bisedonin me disa organizata jo qeveritare, dhe e shija një farë lojaliteti maksimal ndaj shtetit, një besim maksimal ndaj shtetit. Dhe unë thoja, a ka organizatë jo qeveritare këtu që e kritikon shtetin? A di çfarë më thanë ata? E pse duhet me e kritiku shtetin? Domethënë kanë rrinë çash nivel të besimit ndaj mekanizmit më suprem, që është shteti, ndaj tyre, që ata kanë besim maksimal. Ata mund të kritikojnë në suaza caktuara, por me kritiku qeverinë dhe shtetin në vija trasha, pse duhet me kritiku, sepse kjo është hyrni. Ne kam përshtypjen që ne akoma s'po e trajtojmë si të tonin. Ne akoma jemi tu e trajtu si një projekt i huj. Ne akoma po provojmë ato që po dëshmojmë ne që po e vjedhim çdo ditë. Ne jemi tu e dëshmuar sikur të kalunën. Mbaj men për punëtor të Rami Sadikut kër ishia mas punës, krejt gjepat i kishin me gozhda ose ka një qekic duke e vjedh. A dim pse, thonin hajtë se dërzhavës ose kjo dërzhavë ka bëllë. Po frigohem që kjo relikt, akoma është i trashëgushëm, akoma provoj me e vjedh na me qëtë koncept, duke thënë hajtë se dërzhavës ose kjo dërzhavë ka mjaft. Nuk po e kuptojmë na që shteti jemi sot na, jemi unë, ti, kjo tjetri, e tjetri. Dhe këtë varet na çfarë bëjmë për këtë shtet që ne nesër të ecim pak më tutje. Nuk mund ne ta zhvillojmë demokracinë duke provu veç të importojmë do vlera dhe të shtiremi kinse janë të tonat. Jo, këto vlera duhet i marrim nga ata, po duhet ta gjejmë edhe si nevojë burimit të mbrëmshëm për t'i pranuar ato vlera. Dhe më pas ato sikur asimilohen ose them fuzionohen bashkërisht, do ti më pas ec.
Ne sot, edhe kur flasim për shumë koncepte të transparencës, llogaridhënies, gjithë përfshirjes, besoj që krejt këto ngelin në nivel teorik. Dhe në shumicën e rasteve ti ke diskursin më të shpesht nga ana politikanëve. Një shoqëri e hapur, një shoqëri transparente, integrimin në Bashkimin Evropian, ndërkohë njerëzit nuk i kanë 50 cent për me plak ditën. Apo kupton, domthonë krejt këto problemi është a janë këto definitivisht burim i nevojave të këtij populli apo jemi të provuar me improvizu edhe këtë formë. Për fatin e keq, them që edhe në këtë fazë ku jemi, akoma vazhdojmë të jemi në fazën e improvizimeve. Dhe çfarë na sjell? Na sjell shumicën e rasteve kur na edhe për çështjen e asociacionit ose për shumë tema tjera. Ne reagojmë me vonesë. Jemi shoqëni reaktive. Na jemi aktive, me pas qenë shoqëni pjesëmarrëse, ku kishim marrë pjesë në procese që nga fillimi dhe që nga bërthama e saj, më pas pasojën do ta mirëpritnim shumë lehtë. Ose me një qetësi, sepse kemi qenë pjesë e procesit. Ne mas 7 vite ose mas 10 vite kujtohemi çka ka qenë atëherë. Dhe tash themi, shumë çfarë drejta serbët? Morë këtu i kemi na me pakun atisarit, morë këtu i kemi me negociata, morë këtu, gjitha këtu i kemi. Po ne po kujtohemi me 7 vite vonesë. Dhe kjo gjithmonë për na sjell situatë ku ne po vim ndoshta në situata të caktuara ku kemi një paqartësi kolektive, një hapësinë e përshtatshme për të manovruar opinionin, për ta trazuar këtë opinion edhe ashtu të lodhur me shumë probleme tjera, dhe tash nga mëngjesi deri në mbrëmje. Na shkoi territori, kush e shiti Kosovën, kush o patriot, kush o tradhtar. Merrni me mend 2015-ën. 15 vite nga çlirimi, 7 vite nga shpallja e pavarësisë, akoma cila është karta më e fortë e të bërit politikë në Kosovë, unë jam patriot, ti je tradhtar. Po deri kur me këtë kartë? Hajde të flasim kush po punon në interes të mirëqenies së njerëzve. Kush po punon që mos të vriten njerëz në rrugë për fajde. Kush po punon që ne të kemi këtu një siguri jo vetëm personale, po e kolektive, një arsim cilësor, një shëndetësi të mirë, një jetë më të mirë. Kush e ka mendon për këto? Askush. Secili po mendon çka, kush e shiti Kosovën dhe kush po e shet Kosovën. Po hajde ta heqëm këtë nga rendi ditës. Menojmë një herë, po diskutonin para emisionit dhe po them me duke Xhin Goronin, thash 1 milion sirian provojnë me shku në Gjermani. Dhe kërkush të mirët me ata në Siri, pse pelshoni vendin e juaj, pse po ikni? Pse? Sepse Gjermania që ka një vend i përshtatshëm dhe ata shkojnë me jetu atje. Pse mos ta bëjmë në Kosovën në një vend përshtatshëm ku na vinë të tjerë me jetu këto? E jo serbët me provu me ikë për Kosovës. Po mora, nështë shumë pretencioze me thonë, pse mos me synu këtë? Ta bojmë këtë vend jetueshëm, ta bojmë këtë vend serbët, po ikin shqiptarët në autobusa. Po pikërisht, dhe unë kam thonë disa herë. Problem në Kosovë janë të drejtat e shqiptarëve, jo të drejtat e pakicave. Kosovë nuk kemi ne të lashëm se po japim drejta pakice. Ne kemi të lashëm që nasun jemi të gëzu drejtat tona, me jetu si njerëz të dinjitetshëm, me mirëqenie dhe me jetë stabile, ku unë s'mendoj të nesër me çka më e bë si me jetu, apo mas një muaj. Por ideja është ne mos të kamuflojmë, mos të improvizojmë edhe këtë koncept, edhe këto procese të cilat janë të rëndësishme në afat gjatë për shtetin e Kosovës. A e kemi vendos standardin shumë lartë, mos po kërkojmë tepër prej këtyre njerëzve ose prej kësaj shoqënie? Jo, në mendoj që na duhet vazhdimisht me kërku edhe prej elitës politike edhe prej vetit. Okej. Edhe një filozof francez thotë, kur flet për demokracinë, gjithmonë flet për të ardhmen e afërt. Me qenë se kur rendi demokratik nuk do këtë që ekziston në momentin kur po flet. Gjithmonë duket që po flet për të ardhmen e afërme. Realisht, biseda për demokraci o biseda për të ardhmen. Edhe ajo ka lindë në për shoqëni të cilat janë të obsesionume me bisedën për të ardhmen, shoqënit moderne. Edhe rendi demokratik është i pandashëm prej shoqënive moderne, shoqënia moderne është i pandashme prej diskutimit të së ardhmes, prej diskutimit për planifikim. Pra, shoqëni demokratike janë shoqëni që përpiqen vazhdimisht ta planifikojnë të ardhmen e vet. Edhe kjo është një lloj i rendit kulturor në vendet perëndimore, ku na shpeshherë nuk e shohim veten që përshtatemi shumë, me qenë se diskutimi për demokracinë të na zakonisht përfundon në diskutim për të kalumen. Edhe obsesioni janë me të kalumen edhe me redaktimin edhe me rirregullimin e të kalumes tonë vazhdimisht, shpeshherë neve na privon që në mënyrë demokratike të angazhohemi për të ardhmen, për ato që edhe Dritoni e përmendi. Pra, sa është në fund shoqënia janë funksionale.
sa është rendi ynë demokratik funksional, sa në fakt na, si shoqëni, e kemi prodhu një ambient i cili neve na shërben për të mirë, e jo i cili është një përmbledhje e pengesave të vazhdueshme gjatë ditës. Pra, jeta në vendin tonë shpesh herë është një përmbledhje e kërkesave. Edhe sa ma shumë ekziston liria shprehjes, tash jemi të evrejt në ato, aq ma shumë duhet me ekzistu edhe kujdesi ndaj shprehjes. Për shembull, ditëve të fundit ne kemi pa një ngritje të një fjalori të rondë dhe dhunshëm në opinion tonin politik dhe mes liderëve politik, dhe ti e sheh që liria e shprehjes, nëse vërtet përjetohet si mundësi e pakufishme, edhe pa ndonjë të themi një ndalesë etike, nëse shndrohet në hapësinë jo etike të komunikimit, ajo ta prodhon ty përshtypjen e një shoqënie që është e armiqësuar, edhe një shoqënie që është në konflikt. Edhe tash po e vrejmë që sa më e madhe liria, aq më shumë duhet mu kujdes, edhe mu kujdes për mirëmbajtjen e saj, mu kujdes për mirëmbajtjen e tjetrit, edhe mu kujdes që qëllimi i vendit demokratik në fund është të prodhohet një shoqëni funksionale për të gjithë. Një shoqëni për e cilës nuk ik kurkush, po, ironikisht me thonë, një shoqëni ku tjerë kishin dashur me hall me jetu. Aktualisht nuk jemi në ata. Na shpeshherë bëjmë hajgare me vendet si Zvicra, vendet si Suedia, sa të bajatshme jonë me jetu atje, mirë po, një pjesë shumë e madhe e këtij vendi sonte ik për atje. Edhe një pjesë e mirë e njerëzve të lidhur me Kosovë jetojnë atje, edhe nuk është që deri më tani kemi importu shumë trende përsa i përket mënyrës funksionimit të shoqërisë. Nëse në pjesën e fundit të emisionit Zotëri Velia flasim për disa mekanizma konkret të përmirësimit të jetës demokratike, kur e them këtë e kam parasysh mënyrën e zgjedhjes presidentit, 5% që e folet si prag zgjedhor, eventualisht një farë revidimit ligjit elektoral, çka sipas jush do të ishte urgjencë, ose çka do të ndikon të ma shumë, a ka ndonjë le të themi lëvizje ose mekanizëm institucional ligjor që do ta përmirësonte direkt këtë punë ndjeshëm? Shumë e vështirë është që me një shkop magjik të demokratizohemi. Mendoj që problemi ynë qendror si shoqëri është që në këto 15 vitet e fundit kemi met pa një mision shoqëror. Ne si shoqëri sot nuk e kemi një mision për cilin kemi konsensus shoqëror. E tha Lili, dikush pretendon që ne të konsolidohemi si shtet, dikush tjetër pretendon që ne Ti bashkangjitemi një shteti tjetër. Ti bashkangjitemi një shteti tjetër, dikush tjetër pretendon që ne ti bashkangjitemi një shteti tjetër. Ne nuk kemi konsensus shoqëror sot rreth cilit ne gjithë për cilin ne gjithë punojmë. Ne, në fakt, jetojmë të ardhmen si shoqëri, po ne shpresojmë për të ardhmen, nuk punojmë për të ardhmen. Si shoqëri, ne pijmë kafe, kafet e Prishtinës janë më të mbushura se kudo në kontinentin tonë, besoj, edhe diskutojmë, shpresojmë për të ardhmen, po nuk kemi angazhim shoqëror për të ardhmen. Në 90-at nuk ka qenë kështu. Në 90-at ne si shoqëri e kemi pas një mision për cilin gjithë kemi qenë gjendje me sakrifiku sa do pak. Se cili banori Kosovës ka qenë gjendje me sakrifiku pak, dikush ma shumë, dikush ma pak, për një mision shoqëror cilin e kemi pas, e ai ka qenë ta bëjmë një shtet të hapur, e kemi ditë për mensh ato, një shtet të hapur, se cili banori Kosovës e ka ditë misionin e Kosovës, i cili ka qenë ta bëjmë Kosovën një shtet të hapur ndaj Shqipërisë së Serbisë. Dhe një shtet neutral, demokratik. E kemi ditë si shoqëri, sot nuk e kemi një mision shoqëror për cilin e gjithë pajtohemi, as partitë politike nuk kanë punu që ta krijojnë një mision për cilin të krijojnë konsensus shoqëror. Unë besoj që misioni i sotshëm, i cili kishte qenë më i lehti me u bë shoqëror konsensual, është zhvillimi. Sot zhvillimi ekonomik i vendit ish dashur me qenë përderisa demokracinë nuk e kemi të rrezikuar si sistem politik,
ne jetojmë në Evropë edhe agendën evropiane pak a shumë e kemi të sigurt, ne mund të hymë në BE mrena 10 vjetëve në qofse punojmë, ose mrena 30 vjetëve në qofse vazhdojmë si që jemi duke jetë stash, por ne mund të parashikojmë që do të hymë në BE. Edhe sigurin e kemi pak a shumë të sigurt, të më thënë e kemi NATO-n këtu, aliancën më të fort, më të fuqishme botërore e kemi garantuse të sovranitetit tonë. Ajo çfarë neve nuk na garantohet sot derisa të hymë në BE, është zhvillimi ekonomik nga shkosh. Ajo pritet që ne ta bëjmë vetë. Neve na duhet ta ndërtojmë një konsensus për zhvillim ekonomik dhe pastaj ta krijojmë një sistem të rotacionit shpesht politik ku ne mund t'i krahasojmë ofruesit, ofertuesit, ku mund t'i krahasojmë ofertuesit se ku po na çojnë drejtim zhvillimit ekonomik. Dhe jo ta krijojmë një sistem në kohën kur bota po ecë me hapat më të shpejt në historinë e njerëzimit, ne po mundohemi ta replikojmë sistemin politik, sistemin ose ato klasat politike të cilat u krijuan pas rënies të komunizmit. Neve na duhen shërbys, cilët ndrohen shumë shpesh, cilët e japin maksimumin, vlerësohen për atë maksimum që e kanë dhënë, po ndrohen me ofertues, me ofrues tjerë që t'i kapi mundësit cilat i kemi përballa. Mundësit i kemi të jashtëzakonshme, shumë pak shtete botërore e kanë mundësin t'jenë pjesë e Bashkimit Evropian, Sirianët po udhtojnë me 1000 kilometra që të vinë t'jetojnë Bashkimin Evropian, ne e kemi mundësin si shtet t'integrohemi në Bashkimin Evropian, mundësit cilën sot nuk po e kapim. Gjetja e një misioni të shoqërisë dhe angazhimit përbashkët në realizimin e atij misioni krijon ose kërkon krijimin e një narrativi prej diçkaje rreth cilës kemi mund të pajtohemi, po flas nuk ka mundur të na shërbej si faktor përbashkues as përmendë rendi simbolik, as kret kjo pjesa historike me që edhe për histori, edhe për luftë, edhe për pas luftë kemi mos pajtime të shumta. Çka realisht, duhet diçka abstrakte apo do të lindë kjo, populli do ta prodhoj? Jo, unë po mendoj që nuk duhet kur fare abstraksionin këtë situatë, na duhet me ditë domethënë që veç me zbatu çet demokraci që është na ka mësu perëndimi. Se na e ka mësu. Una? A e ka mësu, e kemi mësu në fakt. Po tash më varet nuk janë këtë zonë sa të mirë, dikush shkon me dysh, dikush ngel klasën e dikush është i shkëlqyshëm, po problemi është në këtë situatë duhet një sen me ditë. E përmeni Dugagjini këtë ashpërsinë verbale ose dhunën verbale që po ndodh. Kjo dëshmon diçka. Kjo do me thonë që ata jo që s'kan zonë kur gjon për demokracinë edhe debatin demokratik e civilizuar, po ata ose shprehin që janë njerëz të dhunshëm ose shprehin që kanë pasur një kaluar të dhunshme. Dhe në këtë situatë problemi i demokracisë është se një qeveri në demokraci duhet me bashkëqeverisë me opozitën, nga se opozita është pjesë e sovranitetit popullit, ashtë sa ka numra. Nuk është opozita miku i pushtetit, domosdoshmërisht. Opozita është pjesë e sovranit, i cili domethënë e qeverisë në një vend. Ndërkaq, sa i përket problemeve që na dalin udhës, problemeve të kushtetutës e tjera, duhet kemi parasysh se në demokraci pushtetet janë ndome dhe ne domethënë duhet ta garantoj kushtetuta pavarësinë e tyne. Mirë, po në këtë situatë nuk guxon shoqënia, institucionet që dikush të marrë fuqi ma shumë se pushteti tjetër, duhet një balancë i pushteteve, sepse vitin e kaluar dhe në këtë kontekst du mundal veç një fjali, e përmeni edhe paka shumë zoti Velia, vitin e kaluar gjykata kushtetuese është ngrit mbi gjitha pushtetet. Mbi të tërja pushtetet në Kosovë dhe vetë e ka marrë rolin e diktatit. Vetë u shëndru në një farë lloj pushteti, duke qenë se ka funksionu domethënë për disa grupe jo formale ose klanet fuqishme e tjera. Dhe duke pas parasysh se ne kemi pas një kaluar dhunshme, të vështirë, lufta për liri, ka zgjatë një shekull okupim i 3 Serbijave, e tjera, kemi krijuar atë demokracinë, po e thëmë kushtimisht demokraci demonstratave, me kundërshtu, por jo
demokraci me aprovu, me miratu diçka që është e mirë, diçka që është na shërben edhe neve, dhe nuk duhet në inovacion i posaçëm, shoqëni funksionale, shoqëni politikisht funksionale, edhe normalisht pa haru aspektin ekonomik që do duaj të na bëj bashkë gjithëve zhvillimi dhe vetëm zhvillimi i vendit. Mirë po, në këtë situatë kjo demokracia demonstratave i krijon këto liderët demagog, që e ushtrojnë retorikën demagogjike, i bindin mosat, i zotërojnë mosat, sepse shumë ma letë është që të zotërohet mosa, turma, se sot një auditor i vogël, Zoti Goroni me një 5-6 vetë, është shumë zori i menagju shumë në kuptimin e zotrimit, në kuptimin e bindjes së tyne, ndërka që mosat janë shumë letë me u zotnu edhe me u menagju. Prandaj nuk duhet në filozofie madhe, duhet me rujt pavarësinë kombëtare, lirin mbi të gjitha, dhe normalisht me vepru në soza demokracisë cilën vetëm duhet me zbatu, sepse ne nuk kemi qka shpikum mo. Ato janë gjitha të thonuna, gjitha janë të zbulume, dhe normalisht pa pritu që me fëllë gjithë me të gjithë, që mos me i paragjyku tjetërin, mos me i paragjyku grupet, edhe vetëm se i përcetojmë si ndryshum nga ne qofshin ato etnike, fetare, katunit, qytetit, që apo dijone, por me qenë domethënë me ndo të mirat e demokracisë për bashkësi, me komunitetin tonë, jo vetë me marrë diçka, vetëm për veti, sepse këtu ka mungu në Kosovë që me një, po në menoj, prej mas qlirimit e kënej, ajo që i themi etika e pushtetit. Pushteti, thash, o shëndu në pushtet personal, klientela ka ndërhy dhe e ka zbe mekanizmat e shtetit, edhe normalisht edhe funksionimin e ligjit, sepse ne jemi shoqëni e vogël, ne jemi pak me dashur krejt me krejt, që thuhet, mirë po, në demokraci nuk ka lëshime, kuptimin shoqënor, familjar, grupore tjera. Demokracia ose vlen dhe zbatohet për gjithë, ose për askon, ose domethënë jemi një shoqëni po thuj se despotike, e cila praktikisht shpesh kjo farintenca despotizmit njerëzve tonë, neve na shpërthen ka njëherë ndoshta edhe nga ato shtresat e të pavetdijshmes, por shpesh ne e lujm tironin e vogël ndaj atyne që janë më dobët se na. Qetja e një misionit shoqërisë dhe funksionimi i koordinuar rreth atij misioni për këto vite nuk është realizu, po është të mundshme në të ardhmen e afërt. Në fakt, unë vetëm duhet lidhem edhe të ajo pjesë kur folëm a ekzistojnë instrumentet për ta implementuar demokracinë ose për ta funksionalizuar demokracinë. Në aspektin formal ekzistojnë. Domethënë ne kemi bërë ligje të mira, kemi bërë një kushtetutë të pranueshme, provojmë me importu disa vlera civile të vendeve demokratike, por problemi është zbatimi i tyre. Sa ne kemi energji dhe kurajo për me izbatu ato. Dhe kjo çka më nxjerr si përfundim, sikur ka nevojë për me pas një prerje të botkuptimit për shtetin dhe për demokracinë. Nuk them rashta që ka nevojë për ndërrim gjeneratash, sepse më duket sikur po reflektoj ose po bëj thirrje për një revolucion edhe kulturor. Po jo, kam përshtypjen sikur ka nevojë me pas një premje ku ekziston pika zero edhe filloj me kuptu shtetin dhe demokracinë si koncept me një qasje tjetër. Jo çfarë kemi kuptu deri sot. Çka shoh unë deri sot? Shoh një harxhim enorm i energjisë, sidomos partive politike opozitare, në diagnostifikimin e situatave. Që tha Halili, ose në farë demokracia demonstruese. Çfarë bëjmë ne? Krejt energji tona politike, kapacitetin tonë politik që kemi, provojmë me diagnostifiku situatën. Dhe çka me bën fund? Me demonstru ndaj asaj diagnoze. Nuk zgjidhet, nuk shërohet sëmundja duke protestu. Ose po e marr metaforikisht, nëse një person e gjen se prej çka i të vun, në vetvete ai nuk shërohet duke kukat pse po vun. Ai duhet gjej zgjidhje, duhet ta gjej mjekun dhe më pas duhet të ofrohet zgjidhje. Ne sot çka kemi? Një demokraci që Halili shumë mirë e përkufizoi demonstrative ose demonstruese, që unë përjashtu edhe këto diagnostifikuese, po jo një demokraci
ku dinamika e saj, jo vetëm që është aktive, por edhe është demokraci e alternativave, që ofron zgjidhje për secilën në situatë. Them sikur jemi në vorbullin të cilës nuk po mundemi me gjetë fillin, ku secili me secilin po provojmë me thonë, po kjo është keq, kjo është keq, kjo është keq, dhe sikur po provojmë me arë në përfundim cili është ma i Zoti me gjetë çka është keq këtë vend. Kështu nuk hecet përpara. Kështu nuk demokracia si koncept dhe shteti si entitet nuk ecë, nuk zhvillohet, nuk evoluan nëse nuk ofron alternativa, nuk ofron energji dhe dinamik. Por them, edhe botkuptimet të reja mbi konceptin e shtetit dhe demokracisë. Të mërkurën, një prej poentave që pate, edhe po jafromi fundit e misionit, ishte që përfaqësuesit e opozitës bënin analizë edhe jepnin opinione politike duke na ndihmu ta diagnostifikojmë gjendjen edhe ta shohim atë sipas këndvështrimit të tyre. Në anën tjetër nuk është që dëgjuam ndonjë alternativë se si mund të kalohet kjo. Nëse i kthehem kësaj pyetjes në cilën po insistoj, gjetja e një narrativi në emër të një misionit përbashkët e shet, të mundshme si shpejt këtë punë, është quick fix, apo do të marrë dhe shumë kohë? Po, kauzat për ecjen për para të shoqënisë gjithmonë duhet gjenden, edhe për shembull sot mundem me pas, ose s'paku na si shoqëni mundem me shpik një kauzë afar shkurtër, cilën po dojmë i arrit. Shembull, duhet kushtimisht thonë, duhet me insistu që sistemin tonë drejtësisë përfundimisht me e shëndru në një sistem drejtësisë, vërtet. Edhe nëse kjo shëndrohet në kauzë, edhe nëse një popull insiston vazhdimisht që sistemi drejtësisë të funksionon ashtu si që është i parapam, kjo edhe mund të realizohet. Pra, kërkesat e shoqënive demokratike gjithmonë duhet të jenë konkrete edhe të arritshme. Me qenë se rendi demokratik e presupozon që shoqënia ka vetdije, është e meqme. Nuk mund është me pas rend demokratik në një shoqëni të pa zhvillume, ose të pa arritun, qoftë kulturalisht dhe intelektualisht. Pra, demokracia nënkupton që shoqënia e cila e ka atë regjim din çka o ka bën. Me qenë se ky rend është i vetmi rend ku nuk mundet të funksionon ajo fjalia e madhe epike edhe justifikuese që populli është viktim. Në rend demokratik populli nuk është viktim. Në rend demokratik populli është pjesëmarrës, qoftë për të mirë, qoftë për keq. Çfarëdo realiteti shoqëror që ne e prodhojmë, ajo është prodhuar nga ana jonë. Na s'mundemi mu udhëheq prej fjalive populli o ka vund, populli nuk ka faj, me qenë se populli është subjekt edhe është pjesëmarrës i rendi demokratik, ai e prodhon realitetin demokratik. Edhe tash, a mundet me pas quick fix? Nëse unë mendoj, nëse mësohemi që prej vetit edhe prej shoqënisë tonë të kërkojmë gjëra konkrete, të realizueshme, edhe nëse marrim pjesë edhe angazhohemi për realizimin e tyre, gradualisht, kërkesë mas kërkese, ne e shohim që jemi duke avancu edhe jemi duke u zhvillu. Mirë, po nëse për një herë kërkohen gjërat sa të janë pa konkretizueshme, janë gjërat nëse kërkojmë të realizim të parimeve abstrakte, atëhere futemi në rreziqe të interpretimit. Dojmë liri, okej, tash ajo që është interpretimi që ka o liria. Ma mire ki me thonë, dojmë kanalizim funksional, okej? Ma mirë është me thonë, dojmë sistem drejtësis ku prokurorët jonë njerëz cilët jonë gjendjet për një me të angazhohen në ndëshkim të krimeve. E jo me thonë, dojmë, për shembull, dojmë drejta kombëtare, njerëzit e vendeve demokratike gradualisht e zbresin tonin e kërkesave edhe e konkretizojnë fjalorin. Edhe përqëton ndoshta ato shoqëni dhe janë më funksionale. A jemi na larg asaj, a jemi në gjendje mi bëhat punë, me thonë nuk e di, çep kisha pas, edhe kom dëshirë me shpresu që mundem, mirë po, ka njëherë e kom bindjen që ndoshta s'ka shumë shpresë për neve, po inshallah kom gabim. Inshallah ka pak shkronja, po është fjalë e madhe.
Demokracinë, gjithësisht ditën e demokracisë në kuvend s'paku e festojmë edhe u thave e festojmë se nuk e kemi fort të instaluar këtë demokracinë në shpirtin tonë individual ose shoqëror dhe kemi nevojë ka pak institucionet të na kujtojnë edhe të na instalojnë atë punë. Njëra prej arsyeve pse nuk ka fort frym demokratike në Kosovë është pikërisht për shkak se demokracinë e kemi keq kuptuar në esencë, në temel, dhe me demokracinë kemi nënkuptuar liri, këto dy gjëra i kemi përjetuar si homonime dhe në momentin që liria është ardhur edhe është shtru nevoja për konsolidim të një rendi demokratik, tu kemi çalu pak. Shoqëria është në një proces të vazhdueshëm të demokratizimit, edhe këtë demokratizim do duhet të arrinte nëpërmjet institucioneve edhe nëpërmjet kushtetutës edhe ligjeve të cilat i miratojnë njerëzit e cilët votohen nga populli dhe kjo demokraci përfaqësuese nuk ka mënyrë tjetër. Ka zgjedhje dhe ka vot nëpërmjet të cilët njerëzit delegojnë përfaqësuesit e tyre në atë që në Kosovë është institucioni më i lartë e ajo është kuvendi rreth mënyrës se si ka funksionu kuvendi dhe si kanë funksionu përgjithsisht agentët të cilët duhet ta demokratizonin shoqërinë, u tha se kryesisht kanë improvizu edhe me atë improvizim është nënkuptu importimi direkt pa u përshtat fort i shumë normave që vlejnë në vendet cilat s'paku tentojnë të vendosin vlerat demokratike për dekada, nëse jo edhe sheku edhe në Kosovë kuptohet që ka pas probleme me këtë punë. Mirë, po nikosisht u tha që nuk dallojmë shumë prej vendeve tjera të Ballkanit, të Evropës lindore dhe të Azisë qendrore, madje qëndrojmë më mirë se disa prej tyre dhe pse kjo punë nëse shikohet situata aktuale është pak vështirë e besueshme. Duke falendëruar tret përhershmit që ishin sonte me mua, Alil Matoshin, drejton Selmanen, Dukaxhin Gorani, si dhe Dardan Velia, i cili ishte sonte me ne. Këtu e lajmëroj klikun për sonte, ne shihemi nesër, mirupafshim.